është shumë e rëndësishme që të rritë tanë të kuptojnë rëndësinë e tyre në jetën që zhvillohet në ambientin ku jetojnë, në komunitetin pjesët të cilit janë ata. Shpeshherë ne shohim të rrithe të reja të cilët kanë pak njohuri dhe janë pak të vetëdijshëm rreth rëndësisë së punës që ata do të mund të bënin në të mirë të komunitetit. Nganjëherë thjesht me largu një sport me mbeturina ose ca mbeturina pe rrugë me i vendos në një sport është një gjë e bukur dhe një e mirë në të mirë të komunitetit. Por nisur nga ky fakt, ne do të flasim sot me tre nxënës dhe psikologën e gjimnazit Gjergj Kastriot Skënderbeu në Drenas, të cilët kanë nisur një projekt shumë të veçantë, i cili ka për qëllim që mbi të gjitha të nxjisë këtë ndjenjën e përgjithësisë të rinjve në të mirë të komunitetit. Është ky një projekt që vjen nga Drejtoria e Arsimit bashkë me Kryqin e Kuq dhe unë jam shumë e lumtur që sot me ne në studio kemi Ganimete Bytyqin, e cila është psikologe në gjimnazin Gjergj Kastriot Skënderbeu në Drenas. Faleminderit shumë që jeni sot këtu, Ganimete. Faleminderit. Alban Gashin e kemi vetëm një djalë të grupit. Alban, faleminderit shumë që je sot këtu me ne. Ersa Bytyqi dhe Shukria Halila janë po ashtu sot me ne. Faleminderit shumë. Ganimete, derisa shokët e mi të lirohen pak edhe të ambientohen me studiot edhe me kamerat, unë do doja që të flasim për projektin dhe e thash është një projekt shumë i rëndësishëm i cili mbi të gjitha ka për qëllim të nxjisë këtë ndjenjen e përgjithësisë sociale tek fëmijët, tek të rinjët, që nganjëherë më duket sikur nuk është e zhvilluar aq sa duhet në vendin tonë në tërësi. Po, bëhet fjalë për një projekt i cili është ideuar dhe dizajnuar nga Kryqi i Kuq në bashkëpunim me Drejtori Komunale të Arsimit. Ne Gjimnazi Gjergj Kastriot Skënderbeu në Drenas jemi përgjedhur nga Drejtoria e Arsimit të jemi në garë me 13 shkollat që të përfshirë me 11 komunat të Kosovës. Fillimisht në këtë kuadër të organizimit, unë bashkë me një profesor të gjimnazit, profesorin Uenika, jemi trajnuar, kemi ndjekur një trajnim nga Kryqi i Kuq, e me pas kemi zbatuar dhe implementuar në shkollë, bashkë me nxënësit. Kriteret e këtij projekti janë që të përgjigjen nxënësit të moshave të klasave 10 dhe klasave 11, sipas kriterit të Kryqit të Kuq që ka qenë të përfshirë nxënësit me moshat 14 deri në 17 vjet. E qartë, po. Tani, prej asaj që ju shihni çdo ditë, prej kontaktit që keni të vazhdueshëm me nxënësit, sa është e rëndësishme që fëmijët tanë, të rinjt tanë, adoleshentët tanë të kuptojnë rëndësinë e tyre me punën që ato do të mund të bënin në të mirë të komunitetit? Shkollat ne e dim që kanë një mision arritjen akademike. Ne si staf psikopedagogjik, detyra ju nuk përfundon këtu. Unë si psikologe e shkollës, bashkë me pedagogën, bashkëpunim me pedagogën, kemi për detyrë të krijojmë një klimë pozitive, gjithëpërfshirëse, të përfshihen të gjithë nxënësit e barabartë, që sipas kësaj, duke falenderuar edhe drejtorinë e shkollës, ne vazhdimisht edhe profesorët në bashkëpunim organizojmë edhe më herët edhe para kësaj kampanje, kemi organizuar aktivitete të ngjashme. Vlen të theksohet se në aspektin social zhvillohen nxënësit për te kësaj, sepse pavarësisht ne e vlerësojmë shumë, shkolla jonë shumë e vlerëson arritje akademike të nxënësve. Por sjellja edhe aktivitetet shtesë jashtë kurrikulës janë vlerë shtesë për nxënësit, sepse e nxit ndërgjegjësimin, e nxit përgjegjësinë sociale të adoleshentët dhe i bën më kompetent, edhe ne po edukojmë një shoqëri dhe po fuqizojmë një qytetar aktiv në rrethin. Dhe që është shumë e rëndësishme të kemi qytetarë aktiv të cilët nuk mendojnë vetëm për veten e tyre, por mendojnë edhe për të mirë të komunitetit, shtëpisë, lagjës, qytetit në cilin jetojnë. Alban, thashë që të kena të vetëm një djalë. Si e ke pa ftesën që të është bërë për të qenë pjesë e një projekti të tillë? Si e ke prit? A ke dëgjuar më parë për punë që bëhen në të mirë të komunitetit, apo kjo ka qenë njëra prej mënyrave që ti me u njoftu edhe me pas mundësi me dhënë kontributin të në të mirë të shoqërisë, në të mirë të lagjës, të qytetit ku ju jetoni? Po, ftesa që më ka bëu pej psikologës dhe pej në profesor në Unika ka një ftesë shumë e veçantë. Për arsye sepse unë kam dëgjuar që roste më herë për në shkollën tonë, rostet e para që i kam bëu vetë psikologja e shkollës tonë, e cila ka bëu një kontribut shumë të madh për shkollën tonë dhe për komunitetet tjera, të cilën në bashkëpunim me nxënësat e shkollës tonë, ka arritë edhe me bën shumë punë të mira për çdo gjë që ka arritur grupi ynë. Pra më ka ardhur shumë mirë sepse psikologja na ka tërhequr, na ka jopi ide, na ka mbështetur dhe na ka
në ka jo për shumë kuraja të arrim gjdo problem, Cilën prej ideve ose punëve që ju ka besu psikologja ju e keni marrë me qef? Ju ka përqy, ju ka nxit kurreshje për me dhonë pak? Gjdo ide që ka jo psikologja e shkollës tonë, ko ide fantastike dhe në kam pëlqy gjitha. Ke ndonjë të veçantë? Po idejat më të veçanta ko, ku për shembull në ka jo për vaksinimin e komuniteteve rëmashkali, për komunitetin tonë, komunitetet pakicë e tjerë. E qartë. Mirë, unë kam edhe Erisën dhe Shukrien bashkë me ne. Më interesant të di, sa është e rëndësishme për trejat e vendit tonë në ditët e sotme, që me kuptu që me një punë shumë të vogël, në fakt ju keni bërë diçka shumë të madhe dhe të rëndësishme për komunitetin. E keni pas këtë ndjenjë, e keni pas në një farë mënyrë këtë obligim para se të bësh dhe të përfshije pjesë e këtij projekti? Albani e cekit që psikologa Nive na ka tregu shumë për këtë projekt, edhe me të vërtetë jemi shumë të lumtur që po marrim pjesë në këtë projekt. E kom tek edhe më herë që është një iniciativë shumë e mirë, se çdo të riu, çdo adoleshenti është i nevojshëm me pas punë me këto projekte ndryshme, me marrë pjesë në projekte ku ka të bëjë me ndihmën e të tjerëve, pa më parasysh a janë afa gjata apo afa të shkurtë. Domethënë është një kënaqësi shumë e mirë të punoj me këtë projekt. Sepse nganjëherë një punë e vogël, në fakt ka një ndikim shumë të madh apo jo? Si e keni parë ju? Si e keni prit faktin që po jeni pjesë e një diçkaje që ndoshta në shikim të parë nuk është shumë sani i madh që me thonë, po në fakt me kontributin e ju mundi me bëhet ndryshime pozitive. Kur ne në fillim e kena marrë si projekt, arktus me socializu me shuk tonë të shkollës, po kur na kemi po impaktin se që projekte tona po e bojnë të njerëz të tjerë, edhe ndjenja që na po i krijojmë të ata, me të vërtetë është emocion i papërshkrueshëm. Unë për vete kujtoj në të kaluarën shpeshherë kam përcjell punën që bëhet në Kryqin e Koq. Janë takime që bëhen me njerëz në nevojë, janë takime që bëhen me njerëz të cilët për arsye të ndryshme kanë ngesur diçka në jetë, të themi. Si e keni përjetuar ju krejt këtë përvojë? Na jena njoftu edhe me diçka tre, po kur ne kemi ditë që jena pjesë e asaj ndihme. Jeni pjesë e asaj të mire. Po, ne jemi mundu edhe ma shumë, duke e ditë që impakt ju është një. Më gëzohem shumë. Ganimete, a mund themi që projektet dhe nismat e kësaj natyre mbi gjitha i rritin, i edukojnë edhe i zhvillojnë trinj tonë për një të ardhme më të largët, në kuptimin që jo gjithmonë të mendojmë vetëm për mirëqenien tonë, por të mendojmë edhe për mirëqenien e të tjerëve, sepse kur ky rreti ka një mirëqenie të mirë, më pas edhe ne jemi mirë. Kur ke mundësi që një adoleshent ta mësosh edhe që ti kanalizoj dëshirat edhe kërkesat e tij në bazë sipas moshës, në ndihmë humanitare, është një ndjenjë jashtëzakonisht e veçantë, edhe është derisa të përfshihen të gjithë barabartë, edhe është shkon për te moralit kur ti konkuron për një diçka të mirë, për një humanizëm. Si që jemi edhe në konkurencë me 13 shkollat e Kosovës, shumë pak është të rëndësishme nëse prap ne jemi në konkurencë dhe po punojmë çdo ditë edhe projektet janë shumë interesante, shumë brillante, kanë ide të jashtëzakonshme dhe sepse jenë ndi mirë nxënësit që kanë dhënë hapësirë të gjithëve edhe kanë shpërfaqur, siç të thash edhe më herët ideja. Është e rëndësishme pjesëmarrja, sepse këta zhvilluan aspektin emocional, social, edhe i njihen me kultura të ndryshme. Nëse mundem me fol, brenda këtij projekti i kemi edhe 4 projekte të tjera. Po, patjetër, në fakt këtë e kisha në mendje, sepse është një projekt që ka shumë punë brenda tij. Dhe më intereson të di për atë çfarë është bërë deri në këtë fazë. Po, fillimisht janë përgjedhur 26 nxënës, e kemi pas të vështirë për me bo përgjedhjen e nxënësve, pasi që kriteri ka qenë me nxënësit me arritje akademike më të larta. Ne shkolla jonë përfshin jo vetëm 26 nxënës, po shumica e nxënësve i kanë plotësuar këtë kriter. E kemi përmbledhur me një grup me 26 nxënës, ka pas edhe nxënës edhe vullnetar, edhe numri ka qenë edhe më i madh, për ata dhe kena pas shumë vështirë për me përgjedhë grupin. Mas ne grupi mbrana këtij derisa i keni mbajtur 3 punëtori brenda shkollës. Pas 3 punëtorive, nxënësit janë ndarë në 4 grupe. Grupet kanë për obligim, sipas kriterit të Kryqit të Koq edhe këtij projektit,
të emërojnë projektet. Një projekt quhet vaksinimi, një projekt tjetër quhet këndi i lojrave, dhe projekti tjetër quhet Yliveri. E kena një projekt tjetër që nështë për shkak ende jemi në implementim të ati projektit edhe nuk është nështë për shtashme të përmendin tashmë. Edhe pasi që nxënësit e kanë borë, ne kemi ndihmuar, i mbështesim edhe kemi shëndruar mbrapa vazhdimisht unë edhe profesori. Ju lë këtë pjesë ma tepër ndoshta nxënësve, sepse e kanë shijuar, e kanë punuar dhe vazhdojnë ende të punojnë. Mirë, po du me undalë tek pjesa e vaksinimit, është në kuadër të këtij projekti ngritja vetëdijes së komunitetit rom në Fushë Kosovë për rëndësinë e vaksinimit të fëmijëve tyre. Mirë, pse e kemi marrë këtë iniciativë jashtë komunës. Brenda 4 projektet kanë për qëllim 2 janë brenda komunitetit, që i bjen komunën e Drenasit, një është kundër Dunës dhe një është ndërkulturor. Si rezultati kësaj që e kemi marrë në Fushë Kosovën është se në komunën e Drenasit ne nuk kemi komunitet jo shumicë. Është dashur me bashkëpunu me komuna tjera, më afërt ka qenë komuna e Fushë Kosovës dhe numri më i madh i komunitetit jo shumicë është atje. Ne vazhdimisht kemi pas informata që të i njoftë problematikat sociale atje të familjeve dhe atje komuniteti. Në bashkëpunim me fillimisht kemi bo një kërkes edhe të drejtoria komunale e shëndetësisë, e me pastaj kemi bashkëpunuar edhe me miksin familjare atje. E kemi identifikuar disa raste dhe të familje që dhe të fëmijë, si pas protokolleve të miksis familjare, që janë të pavaksinuar. I kemi shkuar me anë të komunikimit, ndërgjësimit dhe nxënësit kanë ndihmuar me flipsharta, me... Mirë, po du vetë nxënësit me më tregu si e kanë përjetu krejt këtë punë në komunitetin rrët. Të filloj me Albanin, apo... Mirë, Alban, trego ti, sepse ma përmende fillimisht dhe më pas do të kaloj edhe të kjo. Si ishte kjo puna me ngritjen e vetëdijes së komunitetit rom për rëndësinë e vaksinimit të fëmijëve tyre, sepse është një proces pjesë të cilit jemi të gjithë dhe duhet patjetër të jenë edhe ata, sepse janë po ashtu një pjesë shumë e rëndësishme e shoqërisë sonë. Po, kjo ka qenë një sfidë e madhe për neve, po ashtu edhe për komunitetin rëm, për arsye sepse ne dim shumë që ata nuk vaksinuhen për arsye që edhe mos kujdesi edhe nuk ka neglizhencë edhe nuk e din, dhe kjo nuk e din, ata nuk e kanë ditur që kjo është për mbrojtjen e tyre, për mbrojtjen që kanë imunitet, dhe në bashkë mendimin e psikologëve dhe me shumë nxënësa kemi shkuar në anën e komunikimit, kemi folur me ta dhe ata e kanë pëlqyer shumë këtë ide dhe na kanë bashkangjitur ku ka pas shumë njerëz që na kanë bashkangjitur dhe kemi kryer këtë punë shumë me sukses. Ka pas pra një reagim karshi krejt kësaj fushate t'ju. Po ju vajza? Vaksinimi është një ndër projektet më të mira deri më tani. Kemi kalu shumë mirë duke parë socializimin e fëmijëve të komunitetit rom bashkërin. Si që tha dhe Albani, kemi bë vaksinime të tyre si zakonisht, kemi marrë vendimin e tyre, pajtimin e tyre të ati komuniteti, kemi bisedu edhe me komunën e tyre, ku kemi identifiku disa fëmijë të pavaksinuar. Çfarë thoshin prindrit, pse si kanë vaksinu fëmijët? Cila ka qenë përgjigjja e tyre? Po, mos kujdesia, nuk kanë qenë të vetëdijshëm çka të mira më të mi pru vaksinime. Ka pasur shkaqe tjera, për shembull shkaqe ekonomike, shkaqe edhe sociale, se nashta nuk e kanë di veten për afërt me njerëz jo pakicë ose me shumice. Po, kanë mendu që janë ma dalluar. Po, edhe nashta e kanë di veten ma ndryshe edhe... Si reagonin kur ju spjegoni që kjo vaksin do t'a bëj fëmijën tuaj më të fortë, ka zgjisë sëmundjeve, do t'i te kaloj më lehtë problematikat e ndryshme? Nuk kemi pas problem me komuniku me ta, se ata kanë pranu informacionet tona shumë lehtë, edhe kanë kuptu edhe kanë mësu që... A ka pas reagim në kuptimin që unë nesër kam vequ fëmijën me vaksinim? Po, edhe ne kemi qenë pjesë edhe vaksinimit, edhe kemi qenë një mbështetje shumë e madhe për ta. është të rëndësishme ta përcaktojmë këtë pjesë se Kryqi Kuq ka bërë mjaftueshëm, e ka organizu edhe transportin, edhe ka dërguar edhe ndihmë atje te ai komunitet për fëmijët. Pra janë bërë shumë punë me një rrugë. Transporti është bërë për Kryqit Kuq në bashkëpunim me neve, kemi qenë prezent, unë përfaqësuesi i Kryqit të Kuq,
përfaqësuesi i komunitetit Ashkali Rom dhe Egjiptian aty, edhe me i grupin nxënësve kemi qenë prezent, edhe domethënë 2 ditë ka vazhduar vaksinimi, e kemi realizuar edhe falenderojmë të gjithë stafin atje që ka qenë shumë i kryfretës edhe mjaft të dashtën në lidhje me këtë drejtim. Njëra prej projekteve që është pjesë e projektit, nëse mundem me marrë tash si projekt në vete, është ai kundër dhunës. Dhe për fat të keq, ju më mirë se unë e dini që në shkollat e Kosovës kemi shumë dhunë. Më vje keq ta them, por kemi në vazhdimsi dhunë në mes fëmijëve, në mes të rinjëve, në mes të rriturve. Cili ka qenë, ose më mirë të themi, si e keni mendu këtë pjesën që nëpërmjet këtij projekti të ngritni vetë dijen e bashkëmoshatarëve tuaj rreth dhunës në shkolla dhe rreth hajde të gjejmë një zgjidhje tjetër, pse duhet patjetër të kacafytemi e të dëmtojmë njëri tjetrin fizikisht, emocionalisht. Po hajde të bëjmë një zgjidhje, të bëjmë një qarë këtij problemi, sepse jemi të ri dhe kemi shumë mënyra dhe mund të flasim ndryshe. Projekti kundër dhunës është një projekt që kemi marrë për ta bëjmë në shkolla fillore, ku është më mirë socializimi i nxënësave të fillorës, ku më pas në shkollat të mesme. Për dhunë nuk është zdar me fol, është një nga temat që është më përfolur nëpër shkolla, e gjithashtu dhe më përhapur. Duke marrë dhunën verbale dhe psikologjike, është një ndër dhunat më të përhapura në shkolla. Për këtë projekt, që është akoma në implementim, kemi vendosur me bu disa lloj aktivitete me nxënësa, ku besoj që ata nxënësa kanë më na mirëprit shumë mirë, dhe me të vërtet është një ndër projekt shumë i mirë që bën e vetëdijsimin e nxënësave. A është sfiduese për me fol për një problematik të kësaj natyre, në kuptimin që nganjëherë, më vjen keq ta them, por kemi nxënës që njihen si problematik, a janë të gatshëm të dëgjojnë, a janë të gatshëm të dëgjojnë këshilla nga bashkëmoshatarët e tyre, se si do të mund të zgjidhin një problem që është hiç kur gjë, por që në fakt për ta duket shumë i madh. Unë mendoj që këshillat tona kanë më shumë rëndësi, jo rëndësi, po i dëgjojnë më shumë bashkëmoshatarët tonë. Apo ndoshta i pranojnë më lehtë nga ju. Edhe i pranojnë më lehtë nga ne, se jemi të njëjtës botë, jemi rritë nga njëjta gjenerat, edhe ne socializohemi më mirë me ta, edhe shumica që kemi pas kontakt kanë qenë shumë të kuptueshëm, edhe kemi arrit rezultate pozitive. Kemi një butë kuptueshme, mas edhe jemi një gjeneratë të njëjtë, kuptohemi më lehtë, edhe mendoj që këshillat tona i pranojnë më lehtë, po. Alban? Po, kjo është edhe projekti kundër dhunës një projekt shumë preks në shoqërinë tonë, ku pothuajse një shumicë e madhe njerëzve bullizohen apo dhunohen verbalisht në forma të ndryshme, por ne kemi ndihmuar që ti ndalojmë këtë, ti para ndalojmë mendimin e shumë nxënësa ku kemi folur me ta, kemi komunikuar me ta, ku ka pasur shumë që i kanë pëlqyer dhe ata që kanë qenë vetë fakturë që e kanë rritur dhunën, ata na kanë ndihmuar më shumë që ta ndalojmë, që ta parandalojmë dhunën në shkolla tjera ose në nxënës tjerë. Shumë mirë, sepse nganjëherë kur flet dhe bashkëbisedon dhe ju kushton vëmendje persona që janë të prirur të janë më problematik, ata duket sikur janë më të gatshëm që t'ju japin kontribut për gjetë një zgjidhje të problemit, apo jo? Sa i përket kësaj, kisha më shtu që ne kemi, derisa është projekt një implementim, si plan për këtë projektin e dhunës e kemi, sepse nxënësve t'ju ofrojmë dëshmi, mënyrat se si t'i sensibilizojnë ma letë, kemi ofruar film që bartin mesazhe sensibilizuese. Është një film që kemi realizuar brenda shkollës, quhet Cyberbullying. Për këtë pjesën e dhunës, ndoshta më lejoni 2 minuta të kushtoj. Si psikologë e shkollës, detyra jonë është të krijojmë një klimë pozitive pa dhunë dhe pa frikë. Siç e thash edhe më herët, dihet që na funksionojmë bazë të udhëzimit administrative dhe rregullore së shkollës, po ne implementojmë plane edhe ndërtojmë politika brenda shkollës, unë si psikologe bashkëpunim me drejtorinë dhe me pedagogën, që të krijojmë një ambient të qetë, kuptohet, edhe toleranca ne po punojmë çdo ditë. Kanë dhënë nëse mund të themi një rezultat konkret krejt këto? Patjetër se po politikat tona ndërtojmë se jemi duke punuar që tolerancën zero ta zvoglojmë sa më shumë, që i bjen nuk nxënësit mos të shkohen para këshillimit. Fillimisht masi tash prezenca e psikologut në shkollë është çdo problematik, ne jemi aty për të ndihmuar nxënësit dhe punojmë me moton që para ndëshkimit
të flasim, të komunikojnë. Të komunikojnë. Ne i falenderoj të gjithë profesorët që janë shumë bashkëpunus edhe i raportojnë rastet duke filluar për problemet e vogla punojnë që t'i zhdukin dhe sa të ndaja t'i zvogluajnë. Bukur. Mirë, kur jemi tek kultura, tek ngjarjet që lidhen me kulturën në Drenas, më vje keq ta them, po më duket që kemi shumë pak, apo jo? Po. Për mos me thonë gati heq. Duke marrë parasysh puna e dhunës, po duke pas parasysh që kemi psikologën në për shkolla, që jemi shumë me fat që kemi psikologën tonë, ku jemi shumë të vetëdijshëm për gjërat që i bëjmë, dhe siç e thatë psikologja profesorën dhe bashkëpunim, po. Nuk i leni që të bëhen të mëdha. Po, që thatë psikologja gjërat e vogla të mëdha mundom t'i zvogëlojmë. Po kur jemi tek aktivitetet kulturore, tek vendet ku mund të ushtrohet kultura, në kuptimin që hajde të kemi një shfaqje, hajde të kemi një koncert, hajde të bëjmë një prezantim, hajde të shohim një film, kishim dikur edhe një ensemble, kishim dikur një festival shumë të madh që bëj. Është punuar sa do pak në këtë drejtim? Këto iniciativa vetëm se po kanë progres. Ne ndoshta nuk e vendosim gishtin kush është fajtori. Nuk po e vendosim vajin të askush, ne thjesht po diskutojmë. E kemi obligim të marrim përgjegjësinë edhe të punojmë fort, të japim ideja të reja në mënyrë që bashkë të implementojmë. A ka pas ide në kuadër të krejt këtij projekti të nxënësve edhe në aspektin kulturor? Vazhdimisht, po. Çdo ide e nxënësve edhe çdo iniciativë jone është mbështetur nga drejtoria e shkollës, edhe nga drejtoria nga 2KA. E qartë. Edhe kështu që kemi shumë atlet. Është një klimë pozitive, nxënësit të gjithë derisa të respektohen edhe të vlerësohen të gjithë barabartë, edhe ne kemi për detyrë që t'i hapim rrugë, të krijojmë një klimë edhe të kthejmë prapa aty te politikat. Jemi fokusuar te klasë të 10-ta, të 11-ta, për arsye të klasë të 10-ta, sidomos se integrimi dhe adaptimi në shkollë nuk është i lehtë për klasë të 10-ta. Ndrohet ambienti, ndrohet mësuesit, profesorët, rruga më e gjatë tani më nuk janë fëmijë tashmë janë adoleshentë, dhe kështu që jemi fokusuar që ne i kemi hapur derën të nxënësve, mi tregu që psikologu është këtu, ne jemi këtu për mi dëgju, edhe mi këshillu, psikologu nuk dëshkon, nuk kritikon edhe nuk etiketon, kuptohet, edhe faktikisht është rritur edhe numri i kërkesave dhe i konsultimeve. Mirë, kjo është si tjetër temë të cilën ndoshta do të mund ta trajtonim një ditë tjetër, por krejt në fund do doja nga një mendim për ju të treve me tekst të veçantë për rëndësinë e përfshirjes së trive dhe trejave në punë që janë në të mirë të komunitetit. Cila kish me qenë ftesa jote e dashur? Unë mendoj edhe i shty gjithë bashkëmoshatarit tonë që me u bë pjesë sa më shumë e këtij lloji aktivitetesh, se me të vërtet me ndjenja që ti po bën diçka mirë për të tjerët është e papërshkrueshme, është një emocion shumë i mirë edhe për ndihmon në mënyrë pozitive dhe në shumë aspekte tjera, si për shembull edhe për socializimin me të tjerët. E kështu me radhë. Po ju e dashur? Edhe unë mendoj njëjtë, është një ndër faktorët kryesorë socializimit që mendoj që do të mbështytë të gjithë të rinjët të marrin pjesë në kësi projekte. Alba? Po unë mendoj që shumë nxënësa, shumë njerëz të ri të marrin pjesë në këto aktivitete për arsye sepse shkaqet negative ose dukuritë negative ti ndalojmë dhe ti hupim krejt, a ditë që mos me kanë dukurishme për pjesë e tyre njerëzit ose nxënësat tu, nëse vetë ne muna me qenë pjesë, por të jemi shty si këtyne që ti ndalojmë dhe të kemi një qytet të qetë me kur jemi aktiv për shembull i kryqit kush për shembull ne jemi aktiv me njëri tjetrin, mujna me ndalu senet të reja, mujna mu socializohu me njëri tjetrin, është një çështje shumë e mirë. Unë ju falenderoj shumë për kohën që keni ndarë sot për neve, shumë shkurt nga animete, sepse do doja që edhe ju të bëni një ftesë për ti. Po e dërgoj një mesazh, para se ta kesh një profesion, duhet ta kesh një vlerë. Pikërisht. Kështu që në çdo aktivitet jemi me këtë moton. Shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë prindrit e nxënësve që janë shumë bashkëpunues, se neve si detyra juaj nuk është të bashkëpunojmë vetëm me nxënësit edhe me profesorët, po është e rëndësishme edhe me komunitetin. Çdo herë, çdo ditë mirëpritemi shumë e më shumë. Unë jam mirënjohës se të gjithë aty në njerëzve të komunitetit janë të gjithë të mirë dhe të dashur. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë për kohën që keni ndarë sot për ne.